Në ditë rreshjesh e prurjesh të shumta në stacioni elektrik i qytetit të Lezhës, i ndodhur në kuota të ulta, është bërë problem shqetësues për gjithë komunitetin qytetar. Mjediset e tij pushtohen nga ujërat, duke u bërë shkas edhe në përmbytjen e lagjeve të qytetit dhe tokave bujqësore të fermerëve. Përmbytja e nën stacionit krijon ndërprerje të furnizimit me energji elektrike jo vetëm të qytetit e periferive të tij, por dhe të elektropompave dhe hidrovoreve, çka paralizon procesin e evadimit të ujërave. Dimri është në prag dhe situata të tilla si kjo e ditëve të fundit mund të përsëriten sërish. Sipas kreut të Bashkisë së Lezhës, Viktor Tushaj, përmbytja në nën stacionin elektrik të Lezhës nuk evitohet me thasë rëre e pompa thithëse të zjarrfikseve të qarkut. Zgjidhja afatgjatë e këtij problemi mbështetet në dy alternativa: ngritja e nivelit nga tokat e transformatorëve e pajisjeve të tjera, apo zhvendosja e nën stacionit elektrik në një vend tjetër që nuk rrezikon të përmbytet. Nuk mund të vazhdojmë ta mbrojmë nën stacionin me thasë rëre, nuk mund të vazhdojmë që ta shpëtojmë nën stacionin me zjarrfikset e qarkut Lezhës, por duhen të merren masa shumë më të thella, shumë me kapitale më të mëdha, me qëllim që t'i garantojmë ato parametra sigurie të këtij nën stacioni, sepse varet jeta e biznesit, jeta e qytetarëve, normaliteti i gjithë qytetit Lezhës dhe jo vetëm nga ky nën stacion. Dhe jemi në tratativa edhe me drejtorinë e OSHE-s, me të gjitha institucionet e tjera, me Ministrinë e Energjetikës, për të bërë të mundur ato investime që do t'i garantojnë parametrat e sigurisë këtij nën stacioni. Projekti i madh i ngritjes së nivelit të nën stacionit është ai projekt që do ta shpëtonte nën stacionin. Dy janë alternativat: ose të ngrihet niveli i të gjitha aparaturave më lart dhe të mos rrezikojë përmbytjen, ose të spostohet gjithë nën stacioni elektrik. Këto investime afatgjata nuk janë në kompetencen e mundësinë financiare të pushtetit lokal, por të OSHE-s dhe Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës, që duhet të ndërhyjnë menjëherë për të parandaluar përfundimisht situatat pazakonta, si ajo e pak ditëve më parë, që pasojat mund të jenë më kosto se investimi.